Ende nuk ka asnjë zgjidhje situata përmbytjes së terminalit të autobusave dhe zonës përreth në Bulqiz. Megjithse ka rënje të nivelit, situata mbetet shqetësuese. Uji është prezant në rrugë, terminale dhe pranë bizneseve. Të kontaktuar nga ana jon, përfaqësues të Bashkisë Bulqiz thanë se ndërhyrja që kanë bërë ka qenë jo efektive, ndërsa i është kërkuar mbështetja e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe Bordit të Kullimit Durrës. Ndërkohë qytetarët mendojnë se shkaku i përmbytjeve në këtë zonë mund të jetë i ndryshëm, nga mospërballimi i sasisë së ujit nga tubacionet në Vajkal, pranë rrugës Arbrit, ulja e tokës e të tjerë. Ka ullë shumë beni, edhe për ne mushet, se nuk mushet këtë. Do të një botë për ditë, jam kanalet pa pastrume këto, ka ullje veni. Ne nga që më tonë si ka ullë, që ajo në ferma që ullë në botë, që to ka ullje veni. Pa masat do të morin të masat, të ta e shkofi të hati do të morin masat. Ka tjetër se që ka me bon. Dhe dhe shiu të fillojen dhe mushet prapë që mund. Shkemi ka me kaluve me helikopter. E ka donë për rresh i shiu mas 2-3 ditë. Prapë dhe ullet venit, prapë dhe mushet ma kise që mund. E me kështu si, do të pastru venit, do të pastru kanali. Se kemë o kanali bloku. Këte jo ullë, a ne jo ngejt, se tullet a njerë, a të rjekutin shdo ra, ka pas knet një jek të si njetë. Me lajmërimin e dhënë nga sinoptikanët dhe Ministria e Brendshme në orët në vijim pritën reshje intensive shiu deri në Shtrëngata, çka mund të përkeqësojnë akoma më shumë situatën e përmbytjeve në lagjen e vjetër të Bulqizës.